shumë gjasa me 23. Në 22-shin ndal këtu. Në 22-shin kërkoi jo politik. Politik. Kërkoi politik. Po. Dhe ju kandiduat si jo politik. Po. Dhe Ashtu isha, nuk është se mund ta ndrojmë Dhe tashti që ju jeni politik, këto vënë jo politik. Ishte e kuptoti. Ishte, dëgjoj. Domthon, ti ishe një figurë dhe 22-shin. Dhe do të ishte mirë të ishte për Tiranë. Tashi, atëherë këto nuk e pranonin jo politik, e donin politik. Tashi që e kishin gatshëm politikun, kërkun jo politikun. Zot dhe Malia, nuk bëhet fjala konsistencë ka partisë s'ka, nuk bëhet fjala për mu personalisht. Nuk e fol për parime. Tash kur disa elemente lëvizin, se shoqëria lëviz, politika lëviz, gjërat lëvijnë dinamike, vendimet do mund ndryshojnë, krejtësisht normale që mund ndryshojnë në momente të ndryshme. Por në këtë moment tu u gjykua që mund të maksimalizohet vota në këtë lloj mënyre. Tashti, a jemi dakord që Partisë Demokratike i duhet hapje, i duhet oksigjenim? Absolutisht po. A i duhet edhe riorganizim? Absolutisht po. Riorganizim kështu në themel. Riorganizim i plot. Në themel, i plot. Domthon, asaj godine, asaj partie vetëm godinën. Unë besoj edhe godinën nuk do e kisha pranuar Shqupin. Nuk kujtoj Shqupin. Nuk janë pallatet që bëjnë njerëzit. Dakord? Është e kundërta. Njerëzit bëjnë pallate sepse njëjtë ndodhen edhe nëpër spitale. Rregullojnë kështu murin nga jashtë, po mjekët merren as si kanë. Ka kalu 1 orë 10 minuta. Po. Tash për ta mbyllë për ta mbyllë. Çdo të ndodhi pas humbjes, nëse do të humbi Partia Demokratike. Po pse mos flasim çfarë do ndodhi mbas fitores? Okej. Çdo të ndodhi mbas fitores, që fitoria për mua duket shumë e vakët. Dakord. Po fushata akoma po jo, le të marrim rastin e humbjes. A mos ndoshta Sali Berisha e ka bërë këtë zgjedhje për të justifikuar vetveten dhe partinë e tij që humbi një kandidat i pavarur, kur është i varur për kamësh e për durësh? Shifem. Unë di ka një rregull kyç, që e ka dhe biznesi, e ka dhe akademia, po e ka dhe politika. Nëse nisesh me parimin që rezultatet do t'i kesh dopta, nëse nisesh me atë, nuk ka kurse si të kesh rezultate të mira. Njeriu duhet të bëjë maksimumin e vet për optimizimin e rezultateve me pas rezultate sa më të mira. Duhet të ketë optimizëm në veprim. Ne jemi fushat. Fushatat e qytetit, kryeqytetit sidomos, kanë tendencën të jenë relativisht pozitive, relativisht bukura. Dakord, nuk janë fushata kështu me përplasje, me huje, me gjona. Kanë tendencë të jenë fushata të bukura. Po flasim për një precedent, për një gjë të pa precedent. Kemi një kandidat jo politik, jo partjak, që është zoti Binaj, i cili mund të bëj të paparashikueshme. Pse? Sepse në vetvete nuk është një kandidat tipik. Dakord? Dhe shumë e vështirë është parashikosh dot sjelljen dhe llojin e fushatës që do të bëj, stafin që do mbledh nga mbrapa, si kjo do heci përpara. Por unë di një diçka dhe unë vi nga terreni, po vi dhe nga numrat. Partia Socialiste ka pas rezultatin më dobët 11 maj, ashtu siç u bën zgjedhjet, pikërisht në Tiranë. Ku drejtues fushate ishte vetë Edi Rama. Ta themi të vërtetën, 48% ka qenë Tiranë. Po s'ka gjë, po unë po të them, me këto kushte siç që 11 maj, Tirana tregoi që rregon. Ama nga krahu tjetër, votoi edhe më pak se gjysma. Kështu që do shohim dy elemente. A arrim dot neve të mobilizojmë forca që po qëndrojnë aty dhe nuk angazhohen, kjo është detyra jonë, dakord? Dhe nga krahu tjetër, a do reagojnë ato me një vot negative ndaj pushtetit absolut, sepse kjo është dhe vot kundër pushtetit absolut. Se po lam në pushtet absolut ke Edi Rama dhe nuk kemi asnjë mënyrë se si ta ekuilibrojmë, ky shtet shko për poshtë. Po marrim skenarin e Rama mbyllet me 3 fjalë. Rama fiton Bashkinë e Tiranës. Çfarë do të thotë kjo për ju pas kësaj? Sa i fiton. Me gjitha mënyrat. Në çfarë kuptimi? Do dilni prap thoni i voti? Jo, më ke pa ndonjëherë mu ta them këtë. Partia. Po parti nuk mund të flasun për partinë. Unë mund të jap argumentin tim, mund të jap fjalën time, edhe brenda forumeve, fund fare ditës ka i shumicë e cila vendos. Unë mendoj shumë fort që nevojiten absolutisht ndryshime, kuptimin. Einstein e thot shumë qartë. Qose përdor të njëjtën metodologji dhe pret rezultate të ndryshme. A keni përdorur si parti? Jo, se kjo është metodologjia e re. Shifrat po ju çojnë poshtë gjithmonë. Po jo, edhe një. Shifrat ju kanë çuar poshtë. Po. Me shifrat po shkoni. Po ju kundërshtojnë gjë. Nuk po ndaloni. Por metodologjia këtu është e re ama. Dakord?
Pra, nëse ne përdorim metodologji të re tash, bashkimi, si edhe një kandidat jo partijak, ne do shohim rezultat, do flasim as ti. Sepse është e pamundur të flasim përpara se kjo s'ka ndodhur ndonjëherë, nuk ka një precedent më parshëm Tiranë tillë. Kështu që do ta shohim, do ta vlerësojmë, këtu jemi prapë neve, do flasim prapë. Patjetër. Kemi një gjë të mirë që edhe njëri edhe tjetri nuk ma kështu Ja. të fsheta, sekrete, çuditëra, sirtare me radh, por unë mendoj që ti kthesh fytyrën Tiranës është projekti 1 dhe ti jesh kundër pushtetit absolut e Tiranës është projekt shkallë kombëtare, sepse Tirana reflekton mbi Tiranën. Tirana është Shqipëria. Dhe ti jemi shumë të qartë se sisteme totalitar ne kemi pa përpara, nuk kanë qenë për mirë. Dhe nëse ajo rinia jonë vazhdoi hik e shef të ardhme këtu, është pikërisht për shkak këtyre lloj sistemesh. Unë mendoj kështu. Krijoj terren të përshtatshëm për njerëzit, rrin vetë njerëzit, nuk ka nevojë të detyrosh. Se ne vejmë ligje për detyrime. Atëherë, vej ligje për mbështetje, vej ligje që të mbështesin familjen, që të mbështesin pronën, mbështesin kombin, mbështesin besimin në Zot. Vej ligje të këtij tipi dhe njerëzit rrin vetë. Mos i bjerm qaf njerëzve që punojnë, se këto kanë tendencë të bëjnë qaf njerëzve të punojnë. Prodhojnë vetë, do paguajnë më shumë taksa, shteti do eci përpara. Ore dihet si shkojnë. Pyetja është, unë e pyet shpesh. Doni ju ta bëni apo s'doni ta bëni këtë shtet?